Përshëndetje të dashur shikues, ja tek ritakohemi sërish në emisionin Ftesë në studio këtu në televizionin Alsat. Në këtë pjesë të emisionit do të përkujtojmë shqiptarët e Kosovës së vitit 1999. E them këtë pikërisht sepse do të flasim për një marsh që organizohet më 6 prill me rastin e përvjetorit të eksodit të shqiptarëve të Kosovës në prill të vitit 1999, një marsh që e organizon Unioni i Shoqatave Bjeshkatare Shqiptare në Maqedoninë e Veriut, me të cilin këtu në fakt në studio unë kam edhe kryetarin e këtij unioni, që është Fari Rexhepi, me të cilin do të flasim se çfarë është ky marsh, i cili është quajtur Bllaca 1999, çfarë është ky marsh, kush mund të merr pjesë, si ka ardhur edhe ideja e këtij marshi, sepse po organizohet për herë të parë. Përshëndetje, zoti Fari Rexhepi, mirë se erdhët. Mirë se u gjetë. Faleminderit shumë që jeni pjesë e emisionit Ftesë në studio për të folur për një marsh mjaft interesant në fakt që po organizoni. Faleminderit për mediumin tuaj, për ftesën që na keni bërë dhe mundësinë për ta njoftuar opinionin e përgjithshëm. Patjetër. Si nxiti më thoni pak, sepse më tha që është hera e parë që organizohet një marsh i tillë, Bllaca 1999, çfarë nxiti pikërisht organizimin e këtij marshi, si ka ardhur si ide ky aktivitet? Unioni i Shoqatave Bjeshkatare Shqiptare këtu në Republikën e Maqedonisë është një institucion relativisht i ri, i themeluar me 16 qershor të vitit 2023 dhe në kuadër të programit, përkatësisht në kuadër të kalendarit të aktiviteteve që realizon ky union brenda vitit vijues, përveç kuptohet aktiviteteve bjeshkatare, një vend të rëndësishëm zan edhe shënimi i datave historike. Në këtë rast, nga unioni, kryesia e Unionit të Shoqatave Bjeshkatare Shqiptare, lindi ideja që të mundohemi dhe ne, do të thotë, si bjeshkatar, të bëjmë diçka në këtë drejtim, me qenë se 6 prilli është një datë historike e shqiptarëve, e shqiptarisë në përgjithësi, dhe vendosëm që të organizojmë një ecje, një aktivitet bjeshkatar, do thotë, për ta shënuar këtë datë historike, dhe vendosëm që bëjmë një ecje, një marsh duke filluar nga Kaçaniku deri në Han të Elesit. Dhe ne, si Unioni Shoqatave Bjeshkatare Shqiptare, para 3 javëve, do thotë, e njoftuam opinionin e përgjithshëm si atë bjeshkatar edhe të gjithë të interesuarit e tjerë. Në kuadër të kësaj ftese, fillimisht kemi bërë thirrje dhe ftesë tek të gjitha shoqatat bjeshkatare, klubet bjeshkatare, dashamirë të natyrës, nga të gjitha trojet shqiptare, pavarësisht statusin e shoqatave dhe klubeve janë apo nuk janë anëtarë të unioneve të federatave të shteteve përkatëse. Gjithashtu kemi bërë një apel fuqishëm që në këtë marsh të marrin pjesë gjenerata e re, do thotë kemi ftuar nxënës sidomos të shkollave të mesme dhe studentë, duke pasur parasysh se ky është përvjetori 26 i eksodit të quajtur Bllaca 99, dhe duke pas parasysh se këta të rinj të sotmi, do thotë, nuk e kanë përjetuar atë periudhë atë kohë, që të dinë pak më tepër për historinë, do thotë, e fund shekullit të 20, dhe shpresojmë se do të jetë edhe pjesëmarrja, do thotë, masovike në këtë marsh, po ashtu kemi ftuar të gjitha organizatat jo qeveritare dhe deri më sot, edhe pse afati i fundit për konfirmim të pjesëmarrjes sipas programit tonë është dita e nesërme, dita e premte, deri në ora 18, deri tash ne kemi marrë konfirmime nga më tepër se 20 subjekte. Kur themi subjekte, këtu përbëjnë numrin më të madh shoqatat ose klubet bjeshkatare dhe organizata tjera jo qeveritare. Duke qenë se ju e përmendet se do të ketë edhe të rinj, keni ftuar me qëllim, domethënë, që të rinjt ta shohin pak historinë. Pse është e rëndësishme që kjo ngjarje sigurisht të përkujtohet? Cili është mesazhi që do përcjellni përmes kësaj aktiviteti? Do të nëse ne nuk e përkujtojmë të kaluarën, nëse nuk e dimë të kaluarën, nuk mund ta ndërtojmë as të ardhmen. Dhe kur jemi këtu, pikërisht është dëshira jonë dhe apeli jonë deri tek të rinjt, dhe shpresojmë se kemi bërë disa aktivitete që ata të mrinë informata deri tek një numër i konsiderueshëm ose një numër i madh të rinjve,
dhe gjitha atyre të interesuarve, dhe shpresojmë se ato t'i përgjigjen ftesës pozitivisht. Harrova këtu theksoj se përveç Unionit të shoqatave bjeshkatare shqiptare që jemi organizator i të këtij marshi, arritëm që pas publikimit të ftesës tonë të gjejmë edhe një ko-organizator ose bashkë-organizator në Republikën e Kosovës, dhe ajo është Instituti i Krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë, me Selim Prishtin, edhe ato janë bashkë-organizator me ne. Si ka qenë bashkëpunimi me to, duke qenë se edhe ato janë bërë pjesë... Ju them të drejtën, ne kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë në gjitha shoqatat dhe klubet bjeshkatare. Është hera e parë që ata vetveti u paraqitën, do të kanë hasë në ftesën tonë që e kemi publiku, dhe u paraqitën dhe dëshironin që t'jenë bashkë organizator, dhe ne kishmi nevojë që t'ketë edhe në pjesën e Kosovës një organizat ose institucion, së është më rëndësi, që t'jetë organizatori asaj. Dhe jo rastisht mandej lindi, edhe pse ishte ideja fillimisht që ne marshin të fillojmë prej në Stenkovec, në thot në rrugën magjistrale Shkup-Blac, duke pas parasysh se të dëbuarit me dhonë nga Kosova në vitin 99 gjatë luftës, pas qëndrimit të tyre disa ditë, ose 6-7 ditë me sa kam njohuri, ata do në thotë u bë një kamp këtu në Stenkovec. Dhe mendonim të lidhim në atë punën e kampit dhe të Stenkovecit, mirë po pasi që u paraqit dhe u gjetëm një bashkë organizator atje, morëm vendimi që kishtek eci ose marshi mos fillon në Stenkovec, por të fillon pikërisht në Kaçanik, dhe duke vazhduar prej Kaçanikut në 2-3 fshatra të komunës e Kaçanikut dhe të Hanit e Elezit, dhe përfundojmë deri në qendrën memoriale ose përkujtimore Vllaca 99 që gjendet tash gjendet në territor të komunës Hanit e Elezit. Dhe ai shteg, mos të harroj të theksoj se është një pjesë bukur e madhe ati shtegu, ose ati rrugtimi që do të bëjmë ne, ku pikërisht në atë kohë të dëbuarit me forcë nga shtëpitë e tyre, nga Kosova, shqiptarët e Kosovës, kanë rrugtuar ose kanë ecur pikërisht për atë shteg dhe kanë përfundu kush nga ata në kampin Famkeq, të Vllacës të quajtur, ku në atë kohë ka qenë ndërmjet dy kufive, Maqedonisë dhe të Kosovës, dhe një pjesë e madhe kanë dalë drejt për drejt në bjeshkët e fshatit Blac në territorin e Maqedonisë. Pra pikërisht ky do të jetë itinerari edhe për shkak të lëvizjes që kanë bërë në fakt edhe shqiptarët e Kosovës në vitin 1999. Ty pyes pak për organizimin e këtij marshi, nëse mund na tregoni pak më shumë detaje ku do të jetë piktakimi, distanca që do të jetë, mbase edhe vështirësitë e terrenit ku do të ketë ngjitjen. Po, në kuadër të programit tonë, itinerari do të thotë i vend takimit është kemi dy pika vend takimi, do thotë në territorin e Maqedonisë të gjithë të interesuarit dhe duhet të takohen në Stenkovec, do thotë në rrugën magjistrale Shkup-Tetov, në ora 7:30 ditën e diel. Deri këtu do thotë do të vinë në mënyrë vetanake organizimin e takenë, gjitha shoqatat, klubet dhe të gjithë të interesuarit. Prej këtu ne do të organizojmë që me autobus të shkohet deri në Kaçanik, dhe mandej autobusi prap do t'i merr prej Hanit e Elezit i kthen në Stenkovec aty ku i kanë lënë veturat njerëzit. Ndërsa pjesa tjetër, rajoni i Kosovës, të gjitha ata do të grumbullohen në Kaçanik, kështu që ata do të vinë 8:30 Kaçanik, ne do të shkojmë atje në 8:30 dhe prej këtu do të fillon marshimi drejt shtegut të planifikuar. Bëhet fjalë për një shteg i cili është relativisht i lehtë, të i përshtatshëm do të kisha thënë, dhe për ata të cilët nuk kanë përvojë bjeshkatarie ose nuk janë njerëz që praktikojnë të ecin shpesh, meqense terreni është i lehtë. Do thotë fillimi mund të jetë pak disa qindra metra, do thotë ngjitje, pjesa tjetër është krejt, do thotë terreni i lehtë dhe besoj që do t'ja dalim pa problem deri në
Han të Elesit. Thirrja sigurisht është e hapur për të gjithë kush don që të marrë pjesë dhe besoj do të ketë edhe pjesëtarë nga Maqedonia e Veriut, nga Kosova, Shqipëria. Po, thamë edhe në fillim se pyetja ftesa është publike dhe është e përgjithshme për gjitha shoqatat, klubet bjeshkatare, do të thotë gjitha rajoneve shqiptare. Dhe presim që të ketë pjesëmarrës nga gjitha troja shqiptare. Po, sigurisht. Si e shihni këtë pjesën, sepse në fakt është interesant kur këto aktivitete lidhen edhe me ngjarje të cilat duhet të përkujtohen, me ngjarje të historisë. Dhe kjo është një ndër ato, sepse është aktivitet bjeshkatar, aktivitet fizik, sport, le të themi që ne shpesh e bëjmë mbase çdo fundjavë, por që kur lidhet me një ngjarje historike e ka edhe atë rëndësinë e vet. Pikërisht ajo është tash që në fillim të emisionit, se ne do të kisha thënë rëndësi të veçantë i kushtojmë shënimit të datave historike. Dhe pikërisht kur kemi aktivitetet këtilla për datat të ndryshme historike, siç është kjo, do thotë atë ditë të gjithë pjesëmarrësit, duke filluar nga ata të cilët e kanë hobi bjeshkatarinë dhe të gjithë pjesëmarrësit tjerë të cilët i bashkangjiten aktiviteteve të këtilla, tema e bisedës do të jetë data të cilën e shënojmë. Në këtë rast do të jetë tema e bisedës Egzodi Vllasa 99, sigurisht në të gjithë pjesëmarrësit gjatë rrugtimit ose marshimit deri në Han të Elezit do të jetë e vetmja temë që do të bisedohet. Çdo kush do të tregon nga një ngjarje, do të ketë, shpresojmë të ketë edhe pjesëmarrës në këtë marsh që kanë qenë pjesëmarrës të Egzodit. Do të ketë pjesëmarrës nga familjarë të afërt të cilët i kanë pas në këtë Egzod që kanë qenë pjesëmarrës ose të cilët kanë ndruar jetë. Pse e dim se në periudhën kur kanë qëndruar 6-7 ditë, do të thotë diku mbi 400.000 shqiptarë të Kosovës në atë kampin e famkeq të Vllacës të quajtur në atë kohë, ka pas edhe njerëz që kanë ndruar jetë. Ka qenë periudhë, kjo periudhë e tashme dhe sipas të gjitha informatave që i kemi dhe ne të cilët edhe kemi përjetuar për periudhë, pikërisht ditëve të cilët kanë qenë në qiellin e hapur, ato mbi 400.000 shqiptarë të Kosovës, ka qenë një kohë ftoftë dhe vetëm ata dinë që kanë qenë prezent ta përshkruajnë se si i kanë kaluar ata në të ditë. Po sigurisht besoj që do të ketë edhe për atyre personave të cilët kanë... Jo, shumë optimist se do të ketë pjesëmarrës. Si është deri më tash interesimi, sepse besoj ju kanë lajmëruar, si është interesimi si nga Kosova, Maqedonia, por edhe Shqipëria? Ne si Unioni i Shoqatave Bjeshkatare kemi realizuar dhe aktivitete tjera bjeshkatare, edhe me rastin e shënimit të datave të rëndësishme historike, dhe kemi pas gjithmonë një pjesëmarrje, do të kisha thënë, masovike në ato aktivitete. Mirë po, këtë aktivitet, sipas gjitha informatave që i kemi nga tereni, dhe asaj që jemi në komunikim me shoqëri bjeshkatare, me njerëz të ndryshëm, shifet se ka një interesim të jashtëzakonshëm dhe do të kisha thënë se është aktiviteti më i dalluar deri më sot. Ka pasur interesim sepse në thirrjen tuaj që e pash në rrjetet sociale, sigurisht ka pasur thirrje edhe për pjesëtarë të institucioneve, le të themi edhe për zyrtarë. Prandaj ne nuk kemi bërë dallim në theks veçantë, kemi thirrë shoqatat bjeshkatare, por kemi bërë apel deri tek të gjithë të interesuarit. Edhe pikërisht Instituti i Krizave, do të thotë Kosovës, që përmendem se është bashkë organizator, ajo është institucion shtetëror dhe ka marrë përsipër që të jetë ko-organizator me ne bashkë. Çfarë roli kanë zyrtarët, qoftë nga Maqedonia e Veriut, ju e thatë se prej Kosovës sigurisht do të ketë, por edhe nga Maqedonia e Veriut mbase do t'i bashkangjiten. Çfarë roli kanë edhe ato si personalitete zyrtare? Ato do të vinë vetëm si pjesëtar, do të thotë si qytetar, si njerëz cilët dëshirojnë t'i bashkangjiten këtij marshi. Nëse ne në ftesën tonë kemi sugjeruar dhe kemi apeluar që përveç simboleve të shoqatave, klubeve, organizatave qeveritare, nuk lejohet do të thotë asnjë simbol tjetër. Që do të thotë çdo kush ka të drejtë merr pjesë, po, dhe do të ketë një uniform të përgjithshëm atë ditë. Në kuadër të projektit kemi përgatitur nga një bluzë me logon e marshit Vllasa 99 dhe 2 logot që jemi organizator të Unionit të Shoqatave Bjeshkatare Shqiptare dhe të institutit të lartë përmendur.
Do t'jepen për të gjithë pjesëmarrësit, do t'jepen Për të gjithë pjesëmarrësit. Një pjesë e veshjes. Sa keni pasur mbështetje mbase edhe financiare nga këto? Shpresojmë të kemi edhe mot të mirë. Ajo është shumë e rëndësishme, por besoj që gjithsesi sido që t'jetë moti për ato të cilët... Për çdo pjesëmarrës do të ketë nga një bluzë. Dhe ajo do të jetë uniforme e përbashkët ose e njëjtë për të gjithë pjesëmarrësit, pavarësisht nga cilët organizata vinë. Dhe thamë edhe një herë theksoj se vetëm shoqatat ose klubet bjeshkatare kanë të drejtë të shfaqin edhe simbolet e shoqatave bjeshkatare. Po, sigurisht. Përveç shoqatave, domethënë mund të edhe njerëz të vinë edhe privat, për shembull, nëse dikush don të vi vetë, sigurisht që është i hapur. Pikërisht, dëshira jonë është sa më tepër, në njerëz të interesuar, me theks veçantë rinin këshilldash, do të më tepër që ta kemi prezent, që të ndëgjojnë nga njerëzit që do të tregojnë lloj-lloj rastesh, lloj-lloj situatash, do të thotë nga ky egzot, edhe tjetër të kuptojnë rëndësinë e kësaj date të rëndësishme historike shqiptare. Duke qenë se kjo bëhet për herë të para, mendoni të kthehet mbase në një aktivitet të përvitshëm, le të jetë mbase një traditë të kthehet në traditë? Pa diskutim se dëshira jonë do të ishte që kjo të mbetet tradicionale. Do thotë me qenë se jemi për herë të parë organizojmë një marsh të tillë, dhe nuk mund të themi nga sot se ai do të jetë tradicional, po shpresojmë dhe jemi shumë të bindur se do të mundohemi që kjo të jetë tradicional pavarësisht se kush do të jetë organizatori i këtij marshi. Besoj ju e thatë keni pasur edhe marshe të tjera, le të themi ose aktivitete të tjera të cilat kanë përkujtuar ngjarje të historisë. Cilat janë, tash dua t'ju pyes pak edhe për unionin, për aktivitetet e unionit të shoqatave bashkëtarë. Cilat janë aktivitetet më kryesore që bëni përgjatë vitit? Në kuadër të kalendarit të unionit të shoqatave bashkëtarë shqiptare, për çdo vit ne përpilojmë dhe miratojmë si kryesi e unionit edhe kalendarin në aktivitetet. Në kuadër të këtij kalendari marrin pjesë me aktivitete gjitha shoqata që janë anëtare të unionit. Në këtë rast, në kuadër të unionit gravitojnë 14 shoqata bashkëtarë dhe gjitha këto 14 shoqata, kush me një projekt, kush me 2 projekte ose aktivitete, bën pjesë në kuadër të kalendarit. Mirë po, do të isha theksuar 2-3 aktivitetet cilët janë më të rëndësishme, ku është vetë unioni organizator, do thotë ban përgjegjësinë e organizimit. Ajo është në kuadër të këtij kalendari kishmi si vjet 17 shkurtin, do thotë ditën e pavarësisë së Kosovës, me një aktivitet cilin e realizuam në Malin Sharr, dhe pas kësaj date kemi 16 qershorin ditën e themelimit të unionit, dhe në kuadër të kësaj date bëjmë një aktivitet ku shënojmë përvjetorin e unionit të shoqatave bashkëtarë dhe përvjetoret e të gjitha shoqatave që janë anëtare të unionit, dhe një aktivitet tjetër po aq i rëndësishëm, flasim tash për data historike, rastin e ditës së flamurit, vitin që lam pas, e realizuam një aktivitet në territorin e Malit të Thatë, në komunën e Sarajit, do të thotë në qytetin e Shkupit, ku kishmi një pjesëmarrje diku te afër 350 pjesëmarrës, do të thotë bashkëtarë. Që ka qenë një numër i madh. Po, aktivitetet janë të lloj-llojshme, këtë pjesa tjetër janë, do thotë, aktivitete të ndryshme bashkëtarë, dhe çdo shoqat kur e ka aktivitetin e vet, fton përveç antarësisë vetë edhe shoqata anëtare të unionit, jo anëtare të unionit, me shoqata mike nga shtete tjera e kështu me radhë. Duke qenë se jemi nga fundi, cili do të ishte mbase një mesazh për të gjithë shikuesit që mbase të marrin pjesë edhe në këtë marsh, por edhe në marshe të tjera, në aktivitetet të tjera të cilat i bën unioni? Kisha dashur që të apeloj këtu, të ftoj të gjithë të interesuarit sa më shumë, do thotë të na bashkangjiten këtë diel në këtë marsh, sepse është një datë, tham, historike shqiptare, dhe është një datë ku shumë njerëz do të mësojnë shumë çka, do të thotë, nga njerëzit që do të jenë pjesëmarrës në këtë aktivitet.
dhe apeloj që sa më shumë të bashkangjiten aktivitetit. Shpresojmë edhe ne sigurisht që të ketë sa më shumë pjesëmarrës, sepse po bëhet fjalë për një ngjarje që duhet përkujtuar dhe shpresoj që ngjarje të tilla sigurisht dhe aktivitete të tilla gjithmonë të shtohen. Zoti Rexhepi, faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit Ftesë në studio. Faleminderit edhe një herë për ftesë. Faleminderit.